Edhe këtë vit sezonal në Bregdetin e Derzezës, pickimet nga peshku Harabel janë kthyer në shqetësim për pushuesit dhe vizitorët që zgjedhin të frekuentojnë këtë plazh ranor. Sipas mjekes në qendrën shëndetësore verore e Raliçaj, deri më tani kanë marrë ndihmë afro 1300 pacient, një numër relativisht i lartë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të shkuar. Pickimi i peshkut është pak zi shpesh, mund të jenë relativisht 3-4 raste në ditë, ndoshta pak më tepër në fundjavë. Pacientët paraqiten me ndjesinë e panikut, të dhimbjes anësive inferiore, të mpirjes, megjithatë arrin që të stabilizohen, pra nuk kemi patur raste fatale nga pickimi i peshkut. Mjekja thotë se pushuesit që janë pickuar nga peshku Harabel duhet të kërkojnë menjëherë ndihmë mjekësore, pasi mund të shkaktojë dhe reaksione të fuqishme alergjike. Mund të jetë nga një situatë kalimtare, duke mbajtur thjesht në ujë të ngrohtë anësinë e prekur, se kryesisht pickon në zonën e këmbëve, sepse shndron pranë bregut, por mund të ketë reaksione më të fuqishme alergjike. Kështu që këshillohet që të paraqiten sa më shpejt në qendër shëndetësore. E ndërsa temperaturat vijojnë të larta dhe frekuentimi i plazhit vijon, apeli për të gjithë pushuesit është të evitojnë orët e pikut dhe të qëndrojnë të hidratuar. Kujdes të veçantë duhet të tregojnë veçanërisht pacientët me sëmundje bashkëshoqëruese, të moshuarit dhe prindrit për fëmijët e vegjël.